Për herë të parë që nga koha kur Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë, njerëz të lidhur me pushtetin politik, figura me fuqi më të madhe se sa njerëz të zakonshëm, po shkojnë përpara drejtësisë. Prokuror dhe gjykatës të pavarur nga pushteti politik, po i marrin pyetje, po i hetojnë, po i akuzojnë dhe po i dënojnë. Ju dëgjoni që të gjithë këta, është shumë interesant, të gjithë këta me bufin e kënetës në krye, edhe me dashurin time e Lulin. Të gjithë këta ishin armiq të betuar të reformës në drejtësi. Të gjithë këta nuk donin të votonin reformën drejtësi, nuk donin të votonin vettingun, nuk donin të votonin spaku, nuk donin të votonin asgjë dhe u mbyllën të tërë në çadër. Ave unë dishen me që se pas ke ashtu. Po, afroja pak kamerën këtë celulari, bëj një plan celularit, ore ka dyshuar komunikimi tani, ti pyete për qatë dush, po, pyete për qatë dush, Orame, po. Thesin afi Rame. E di madh dhe i vogël Rame, kush e do të reformën drejtësi e kush jo. Edhe kush i liroi të korruptumit me amnisti, e ka marrë vesh gjithë bota. E më Ram, e nisën vitin 2013 projektin Shqipëria 313. Kush t'i futi ty në listë më Ram, korruptumit, trafikantët, kriminalët, përdhënuesit. Unë t'i futa, apo i fute vetë. Lej pralla të Rame se si hamo njeri. Po kalzo, ku t'metën shokët Rame. Dhe kujtes shoqet, se kanë fillu me t'bo halvën. 7 313 Rame. Okej. Me disë përgjigja. Kjo përgjigja mund të interpretohet në shumë mënyra dhe një nga mënyrat që i vjen të lutem, një nga mënyrat që të vjen kujdo qytetari që thot është Amerikani që detyroi që të gjithëve. Pra që do të thotë që asnjë nga palët politike shqiptare, qoftë ju në atë kohë, qoftë PS-ja e sotshme apo e dikurshme, se sot është e riformatuar, është e rilindur, apo Partia Demokratike dikur e juaja sot euroatlantike. Asnjë nga ju nuk e donit reformën drejtësi. E sigurt është që 95... Se 139 deputet u detyruat me një mesazh nga ambasadori Donald Lu, ky është fakt, meqense juve ju pëlqejnë faktet, që ju detyruan të votoni për reformën drejtësi. Dhe çadra ishte një pararojë e kësaj.